Pse sistemi arsimor i Finlandës konsiderohet më i miri në botë, ndërsa shkollat tona ngecin? Le t'i hedhim një sy fakteve. Së pari, në Finland, klasat janë të vogla, duke i mundësuar mësuesit t'i kushtoj vëmendje individuale çdo nxënësi. Tek ne, klasat e mbingarkuara e bëjnë këtë të pamundur. Së dyti, atje nuk ka presion provimesh apo testesh të vazhdueshme. Fokusi është e të kuptuarit e thellë, jo mësimi përmendesh për një notë. Nxënësit mësojnë të mendojnë, jo thjesht të memorizojnë. Së treti, mësuesit janë elita e shoqërisë. Zgjidhen nga më të mirët, trajnohen intensivisht dhe paguhen shumë mirë. Profesioni i tyre vlerësohet, ndryshe nga improvizimi që shohim shpesh këtu. Ata kanë më pak orë mësimi në ditë, por më shumë cilësi. Më shumë kohë për aktivitete praktike, pushim dhe lojë. Kjo rrit përqendrimin dhe ul lodhjen boshe. Dhe më e rëndësishmja, marrëdhënia mes mësuesit dhe nxënësit bazohet te bashkëpunimi dhe respekti reciprok, jo te frika dhe ndëshkimi. Ndoshta është koha të kuptojmë se problemi nuk qëndron te nxënësit, por te sistemi.